Forca duhet që masivisht njerëzit e ndershëm të Republikës tonë të bashkohen, të na mbështesni për të çarë sistemin, sepse ky sistem që atyre u shkthye në muroj, do të jetë varri i tyre politik miq. Po, sepse 70 mandate të Edi Ramës vlejnë baraz me një mandat të Lëvizjes Shqipëria Bëhet, se pa 71 mandate nuk e merr dot qeverinë. Kështu që kur ajo të marrim 10, 20, 30, 71 gradualisht, do rritemi bashk. Shikojeni Kosovën. Shikojeni vetëvendosjen si e nisi, me pak, pastaj u rrit, pastaj u bë e madhe, pastaj u bë shumë e madhe. Shikojeni zonjë Meloni në Itali, shikojeni Tsiprasin në Greqi, shikojeni gjithë. Mos u demoralizoni. Forca, shpërndajeni, më mbështesni, na mbështesni, kemi nevojë për ju, a them me shpirt. Është betejë e vështirë. Është betejë me titan të korrupsionit. Është betejë me egërsira. Imagjinoni ju çfarë do më kishin bërë këta mua, po të kisha një cent, qoftë dhe një presje. Do më shqyenin me lecka. Po mos e lini këtë mundësi duve i dëm, sepse dështimi jon do të qetë dështimi juaj. Do të qetë dështimi 20 viteve që vinë, sepse nuk do guxonte më njeri ta bënte. Dhe do të ishit pa një kundërpesh. I them gjithëve atyre biznesmenëve që më dëgjojnë, që kanë punëtor, mos u bëni pal me pushtetin. Mirë thoni, po mos u bëni pal. Përse? Sepse u duhet balans, zotri. Dëgjojeni mirë këtë që po u them. U duhet balans, sepse po s'pati balans, doza e korrupsionit do të rritet edhe më shumë. Sepse po s'pati balans, ju do të trajtojni si mbeturina, dhe një pjesë ashtu u trajtojnë. U trajtojnë atje, u lënë kohë që atje tu prisni e tu serviloseni. Krijoni balansën, zotri. Qoftë dhe vetëm për kaq, ju nuk duhet bëni me ata, sepse u duhet të vendosni përballë atij që është në pushet, një njeri që e kërcënon me ekzistencën e tij politike. Krijoni balans, mos lejoni që njëri t'i marrë të gjitha. Kjo nuk është betejë për mua, se po të që për mua besha me ata. E kisha të thjesht, edhe sot mund të bëjmë kollaj me ata, ta bëj fytyrën me ndere, po nuk pranoj dhe nuk do e bëj. Nuk e dua pushtetin si qëllim në vetvete, e dua si mundësi për ta transformuar vendin ton. Dikush do thotë mos vërtit, po bërtas, sepse dua të kuptoni që kam nevojë për ju. Kam nevojë për ju sepse nuk ja dal dot pa ju. Sepse siç e shikoni nga një njeri që isha në televizor 3 në ditë, kam 6 muaj që nuk më nxjerrin televizionet e mëdha. Fare. Sa u bë, ku di unë? Fare. Dhe është e vetmja mundësi kjo këtu. Dhe më duheni ju. Më duheni ju që të krijojmë për fëmijët tanë një mundësi nesër. Më duheni ju që të krijojmë një alternativë për t'i bërë balans kësaj klase politike që u ka transferuar në njerëz pa shpresë. Unë e kuptoj që jeni pa shpresë, unë e kuptoj që jeni demotivuar, unë e kuptoj që jeni të zhgënjyer, po nuk mundet që ajo që ata u kanë bërë, zhgënjimi që ata u kanë sjell, shtypja që ata u kanë bërë, të kthehet në mjetin e tyre më të fortë për t'u mbajtur peng. Nuk ka logjik që ata që u kanë vjedh, u kanë zhgënjyer, u kanë shtyp, u kanë larguar fëmijët nga vendi, përmes vjedhjes, shtypjes, largimit të fëmijëve, kërcënimeve, të rinë ende son në pushtet sepse ju thoni ata nuk mundet. Rebeloni dhe ndëshkojni me vot. I them gjithve atyre në administrat, mos kini frikë nga ne. Unë jam një njeri që e njoh mirë ligjin. Do jem aleati juaj më i madh i atyre që janë të ndershëm në administrat. Zhdukini ata që u kërcënojnë me vendin e punës duke u kërkuar listat e diasporës. Thojni familjarëve t'ja u çojnë emrat, po kur të vi puna porositini të votojnë kundër bandave që u detyrojnë. Dhe ju familjarë shkoni në votime dhe votoni kundër bandave që u detyrojnë. Kundër. Krijojeni mundësi vetes të jetoni me dinjitet. Krijojeni mundësi vetes të drejtoheni nga njerëz të ligjit dhe jo nga njerëz që nuk kanë haber nga ligji. Krijojeni mundësi vetes të drejtoheni nga njerëz të ndershëm. Krijojeni mundësi vetes të dilni të lirë dhe të punoni me dinjitet pa u kërcënuar. Shpërndajeni këtë sepse është e vetmja mundësi që ne të maksimizojmë. Ju lutem me gjithë shpirt. Dhe mendojeni për një çast. Përse do duhet ta bëja gjithë këtë unë? Pesha me ata? E kuptoj që keni zhgënjim. Po s'mund të lini zhgënjimin të kthehet në pengmarrje nga ata. E kuptoj që jeni të varfër. Po s'mund të lini 50 apo 100 euro që ata u avjedhin 100 fish të mbajnë peng për të ardhmen ju dhe fëmijët tuaj. E kuptoj që doni t'ikni nga ai vend. Po luftoni një herë drejt që e mori para se t'ikni. I kuptoj të gjitha. Po nga ana tjetër keni shpresë. Keni në fushën e lojës një ekip që po lufton me sakrifica, me shpirt në rëdhëm, po ka shpresë ende. Mos e çoni dëm. Është shumë e thjeshtë
Mjafton që gjithë shqiptarët të dalin atë mëngjes dhe ti nënshkojnë me votë këta si klasë politike. Këta të korrupsionit të madh, të tepsis legenit, timonit, të gjithë. Bëjeni, revoltoni, një herë të vetme. Provojeni se ndoshta nuk del keq. Bëjeni se nuk do e keni mundësin më, sepse nëse bje kjo val, demotivohet e gjithë gjëja. Bëhen edhe më të fort ata, edhe më të pasur ata, edhe më të pamposhur ata. Bëjeni, është ky momenti, është ky shansi. Dhe ju lutem, mos dëgjoni lart e poshtë, balta do vide do shtohet. Sepse ata kanë makineri balte. Sepse duan që të bëjnë këdo pisë që në fund të thotë këtu në kënet në derrave, derra ne, derra ata, na votoni ne se ne të paktën kemi pushtet, e urrajmë apo u japim në një thërrime. Mos pranoni të bini peng i kësaj teorie. Jo, ata janë të korruptuar, ata janë derra, ata i ka kap drejtësia edhe po i dënon. Ata janë të korruptuarit që u kanë vjedh ilaçet, ata janë të korruptuarit që u kanë larguar nga vendi, ata janë njerëzit që duhen hequr.